Ditën e sotme në GKK-o do të zhvillohet seanca paraprake për dosjen e kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj, nëse do të kalojë ose jo për gjykim. Në këtë dosje përveç Veliaj të përfshirë janë 28 persona dhe shoqëri, përfshirë bashkëshorten e tij Ajola Xoxa dhe ish deputeten socialiste Klotilda Bushka. Prokuroria e posaçme antikorrupsion mbylli hetimet dhe dërgoi për gjykim dosjen e Veliaj dhe personave të tjerë. Më 10 shtator, Veliaj akuzohet se është përfshirë në 9 raste korrupsioni, pastrim parash dhe mosdeklarim pasurie, shpërdorim detyre, si dhe futje të sendeve të ndaluara në qeli. Edhe bashkëshortja e tij Ajola Xoxa akuzohet për korrupsion pasiv në 9 raste, gjithashtu në lidhje me subjekte tregtare dhe organizata jo fitimprurëse. Ajo akuzohet po ashtu për pastrim parash, mosdeklarim pasurie dhe fshehje të ardhurave. Ish deputetja Klotilda Bushka akuzohet për veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Ndërkohë rikujtojmë se gjykata kushtetuese doli me një vendim për çështjen e Erion Veliajt, duke i dhënë të drejtë të vijojë detyrën si kryetari i Bashkisë së Tiranës. Në vendimin që u bë publik më 3 nëntor, gjykatësit u ndan 5-3 në favor të kryebashkiakut Veliaj. Në këtë mënyrë rrëzohet vendimi i qeverisë që shkarkonte nga posti pas propozimit që i kishte bërë Këshilli Bashkiak i Tiranës.